Prokuroria e posaçme ka forcuar radhët për të goditur krimin e organizuar dhe korrupsionin. Pak kohë më parë, është hartuar një strategji pune për periudhën 2024-2027. U tregojnë synimet dhe objektivat që ka SPAK në forcimin e luftës kundër krimit dhe korrupsionit. Ishte pamfleti që zbuloi të dielën këtë strategji, teksa po japim të tjera detaje. Në dokumentin e firmosur nga Altin Dumani, theksohet se korrupsioni dhe krimi i organizuar kanë arritur një nivel të lartë sofistikimi dhe për këtë arsye, SPAK duhet angazhohet më fort. Aty theksohet se të dyja grupet po i fshehin parat në offshore, qoftë krimi i organizuar, por edhe korrupsioni i zyrtarëve të lartë ka një nivel të lartë sofistikimi. Pas hetimit të një morie çështjesh, u vure se grupet kriminale shqiptare kishin rritur nivelin e bashkëpunimit të tyre me organizata ndërkombëtare kriminale dhe me vendet e origjinës së prodhimit të drograve të forta. Nga ana tjetër, format e pastrimit të parave, të cilat tani kanë filluar të shtrihen edhe në jurisdiksionet offshore, e vendosin SPAK përballë vështirësive të ndryshme, qoftë me hetimin e çështjeve, por dhe bashkëpunimin me agjencitë ligjzbatuese. Sfida kryesore mbetet rritja e kapaciteteve në luftën kundër pastrimit të parave, duke patur parasysh këtu edhe futjen e Shqipërisë në listën gri të pastrimit të parave nga Task Forca Financiare FATF e Manival në shkurt të vitit 2020, thekson Dumani në dokument. Në dokument SPAK i ka marrë me radhë vitet, duke dhënë detaje se si është përsosur puna e prokurorëve nga viti në vit. Aty theksohet për shembull se gjatë vitit 2023 SPAK u orientua në rritjen e hetimeve shtëruese të organizatave kriminale, më me ndikim në tregjet kriminale shqiptare dhe hetimin e korrupsionit të ish zyrtarëve të lartë. Për krah këtij objektivi, një objektiv tjetër ishte rritja e eficiencës së SPAK, u do t'i kushtoi rëndësi një qasjeje të re hetimore dhe orientimit më të qartë të politikave të strukturës nëpërmjet miratimit të një sër aktesh nënligjore të prokurorisë së posaçme dhe urdhrave të përbashkët me BKH-n. Sipas SPAK, për këtë qëllim, u ngrit sektori i hetimit financiar me 12 hetuesit e parë të saj, të cilët ngritën në mënyrë cilësore standardet e hetimit. Ngritja e cilësisë së hetimit financiar bëri që prokuroria e posaçme të ishte një ndër institucionet kryesore dhe të luante një rol të rëndësishëm për dalje nga lista gri Manivale e Shqipërisë në tetor 2023, duke rritur numrin e sekuestrimeve dhe konfiskimeve të produkteve të pastrimit të parave, si dhe duke kontribuar në të gjitha raportimet apo grupet e punës të ngritura për këtë qëllim. Prokuroria e posaçme është përpjekur që të rrisë edhe kapacitetet infrastrukturore, duke siguruar tashmë një godinë shtesë, e cila është në fazën e mobilimit dhe organizimit të brendshëm të saj, theksohet në dokument. Aty janë dhënë detaje edhe mbi rreziqet dhe kërcënimet që i kanosen kësaj strukture, të cilat do t'i zbulojmë në ditët në vijim.